presidentin. Zgjedhjet e reja janë totalisht pa nevojshme, të kushtueshme. Ne tashmë e kemi një fitues të rikonfirmuar në 2 pasgjedhje brenda një viti dhe me të vërtet presim reflektim nga opozita me një kërkesë besoj gjeneroze, po tek e fundit ne jemi një demokraci parlamentare, tashmë i kemi institucionet, çka mbetet është të gjejmë një figurë konsensuale të pranueshme për gjithë neve, unifikuese. Unë jam e bindur që këto subjekte, që gjithë këto vite janë thirrë si figurë që ne kemi akademik, jemi institucionalist dhe mos të gjendet një emër jashtë strukturave aktuale politike që ta preferojnë dhe të vinë me atë emër në kuvend është e pabesueshme. Dhe besoj që qytetarët e Republikës së Kosovës tashmë e kanë shumë qartë kush e ka seriozisht, kush nuk don zgjedhje, edhe pse nuk i friksohemi asnjë zgjedhjeve dhe gjithë jemi të gatshëm. Do të jeni bashkë, besoj që do të jetë një ditë e gjatë për gjithë neve. Shpresoj nuk kemi asnjë nënshkrim për asnjë kandidat. Sikur ta kishim ne do ta publikojmë, nuk ka ende.